Shtetet europiane porrisin presionin ndaj kompanive të rrjeteve sociale, duke reaguar ndaj shqetësimeve të publikut për sigurinë e fëmijëve, por duke rrezikuar një përplasje me Shtetet e Bashkuara, ku kanë bazën kompani si Facebook dhe platforma X e Elon Musk. Spanja të martën urdhëroi prokurorët të hetojnë kompaninë Meta, X dhe TikTok për përhapjen e dyshuar të imazheve seksuale të fëmijëve, të krijuara me inteligjencë artificiale, pas një veprimi të ngjashëm në Britaninë e Madhe. Irlanda gjithashtu hapi një hetim zyrtar ndaj chatbotit të inteligjencës artificiale të X, Grok, për mënyrën si përpunon të dhënat personale dhe për prodhimin e imazheve seksuale të dëmshme. Një numër në rritje i vendeve europiane si Franca, Spanja, Greqia, Danimarka, Slovenia dhe Republika Çeke në javët e fundit kanë ndjekur shembullin e Australisë, duke propozuar ndalimin e rrjeteve sociale për adoleshentët për shkak të shqetësimeve në rritje për varësinë, abuzimin online dhe rënien e performancës në shkollë. Gjermania dhe Britania e Madhe po shqyrtojnë masa të ngjashme. Fëmijët tanë sot janë të ekspozuar ndaj një hapësire që nuk ishte menduar kur ta përballonit të vetëm. Një hapësirë varësie, abuzimi, pornografie, manipulimi dhe dhune. Këtë nuk do ta pranojmë më. Ne do t'i mbrojmë ata nga perëndimi i egër digjital. Këto veprime kombëtare pasqyrojnë urgjencë politike, por edhe zhgënjim me Bashkimin Evropian. Politikan, këshilltar dhe analistë thonë se qeveritë po veprojnë të vetme sepse dyshojnë se Brukseli do të veprojë mjaftueshëm shpejt ose fort, edhe pse shtetet individuale përballen me të njëjtat sfida ligjore, diplomatike dhe zbatuese si BE-ja. Ne dim që Komisioni Evropian po shqyrton mënyra për të vendosur masa të verifikimit të moshës, dhe kjo është shumë e rëndësishme, si dhe lidhet drejt për drejt me ndikimin e këtyre kufizimeve. Gjithashtu duhet të shohim edhe përfundimet nga Australia. Fatkeqësisht ende nuk kemi rezultate përfundimtare. Është gjithashtu e rëndësishme të theksohet se ky ndikim nuk do të shihet menjëherë, po flasim për ndryshime shumë të rëndësishme shoqërore. Prandaj duhet të analizojmë edhe ndikimin afatgjatë. Kështu që është e vështirë të thuhet saktësisht se si do të zbatohet ky ndalim. Verifikimi i moshës është padyshim një komponent kyç. Legjislacioni i fortë për fëmijët që do të vazhdojnë të kenë akses është gjithashtu një pjesë e rëndësishme. Sipas aktit të shërbimeve digjitale të BE-s që hyri në fuqi në vitin 2024, platformat e mëdha mund të përballen me gjoba deri në 6% të xhiros globale vjetore, nëse nuk arrin të kufizojnë përmbajtjen e palishme ose të dëmshme, por zbatimi i këtyre ndëshkimeve është politikisht i ndjeshëm. Presidenti amerikan Donald Trump ka kërcënuar vazhdimisht me tarifa dhe sanksione nëse vendet e BE-s vendosin taksa të reja teknologjike ose zbatojnë DSA-n në mënyra që dëmtojnë kompanitë amerikane. Komisioni Evropian i hedh poshtë sugjerimet se është i butë ndaj gjigantëve amerikanë të teknologjisë, duke theksuar se ka hapur disa hetime përfshirë edhe ndaj X dhe përdorimit të Grok. Përmes masave si DSA, BE-ja po formson të ardhmen digjitale të Europës. Ajo po mbështet, financon dhe rregullon teknologjitë e reja, me synimin për të forcuar demokracinë, thuhet në një deklaratë. Children's rights are a big priority. Të drejtat e fëmijëve janë një prioritet i madh për Bashkimin Evropian. Edhe BE-ja tashmë ka një kuadër të fortë kur bëhet fjalë për mbrojtjen e tyre në mjedisin digjital. Në nivel të BE-s kemi pasur rregulloria e përgjithshme për mbrojtjen e të dhënave, e cila mbron të dhënat e fëmijëve. Dhe më pas në vitin 2022 u diskutua akti shërbimeve digjitale. Ky gjithashtu synon të sigurojë një nivel të lartë privatësie dhe sigurie për fëmijët. Prandaj, nuk është as pak surprizë që BE-ja është shumë e shqetësuar për dëmet e mundshme të rrjeteve sociale. Retorika ndonjëherë është përshkallëzuar. Presidenti francez Emmanuel Macron vitin e kaluar e quajti rezistencën amerikane ndaj rregullave europiane një betejë gjeopolitike. Sepse truri i fëmijëve tanë nuk është për shitje, as për platformat amerikane, as për rrjetet kineze, sepse ëndrat e tyre nuk mund të diktohen nga algoritmet, sepse ne nuk duam një brez me ankthe, por një brez që beson te Franca, te Republika dhe te vlerat e saj. Franca, një pionere në rregullimin e platformave që nga viti 2018 vazhdon të udhëheqë dhe sot, duke u bërë vendi i parë në Europë që angazhohet në këtë drejtim. Më 1 shtator, fëmijët dhe adoleshentët tanë më në fund do të jenë të mbrojtur. Administrata Trump paralajmëroi në dhjetor se Europa rrezikon zhdukje të civilizimit dhe bëri thirrje për rezistencë ndaj drejtimit aktual të Europës. Ministri spanjoll i të drejtave të konsumatorit Pablo Bustindiu
Sase masa synon të çlirohet nga varësia digjitale ndaj Shteteve të Bashkuara, duke shtuar se disa platforma po përdoren për të destabilizuar demokracitë europiane nga brenda. Por pse po shqyrtohen tani ndalimet? Francesca Pisanu nga organizata Eurochild tha se piknisja ishte Australia. Vendi miratoi një ligj më 28 nëntor 2024 për të ndaluar rrjetet sociale për fëmijët nën moshën 16 vjeçare, pas debatesh të forta, duke vendosur një standard që po ndiqet nga vende të tjera në përpjekjen globale për të kufizuar fuqinë e kompanive të mëdha teknologjike. Kjo është diçka që ndryshon lojën. Është Australia që po tregon se ka ardhur koha të themi mjaft. Dhe bota siç vërej, edhe disa organizata të mëdha globale mediatike që janë këtu, po e vëzhgon dhe po e ndjek shembullin ton. Global organizations who are here. Trigger point was definitely linked to the social media ban in Australia. Pika e kthesës ishte padyshim e lidhur me ndalimin e rrjeteve sociale në Australi, sepse kjo e shtyu realisht diskutimin për këtë çështje, ndoshta më parë nuk ishte marrë në konsiderat. Actually in the State of Union speech. This is the speech that Ajo që dimër se në shtator 2025 kjo u përmend edhe në fjalimin për gjendjen e Unionit. Ky është fjalimi që presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen mban çdo shtator për të përcaktuar prioritetet e Komisionit Evropian, dhe aty u bë një referencë qartë për nevojën për të mbrojtur fëmijët, si dhe ajo theksoi se algoritmet nuk mund të rrisin fëmijët tanë. Sipas Pisanus, presidentja e Komisionit Evropian von der Leyen po kërkon këshilla nga ekspert, ndërsa Parlamenti Evropian ka miratuar një raport që thekson shqetësimet për të drejtat e fëmijëve në mjedisin digjital dhe bën thirrje për ndalimin e rrjeteve sociale për ata nën moshën 16 vjeç. Ursula von der Leyen spoke about having a panel of... Ursula von der Leyen foli për krijimin e një paneli ekspertësh dhe ne e dim që tashmë janë emëruar persona për të këshilluar atë nëse duhet të kufizohet përdorimi i rrjeteve sociale për fëmijët. Në të njëjtën kohë Parlamenti Evropian miratoi një raport ku shprehen qartë shqetësimet për të drejtat e fëmijëve në mjedisin digjital dhe bëhet thirrje për ndalimin e aksesit në rrjetet sociale për fëmijët nën moshën 16 vjeç. Gjithashtu në nivel kombëtar po diskutohen edhe opsione të tjera. Për shembull në Danimarkë edhe Francë, dim që ka përjashtime për ata nën 16 vjeç, nëse ka pëlqimin e prindërve ose kujdestarëve. Në nivel kombëtar, Danimarka ka njoftuar ndalimin për fëmijët nën 15 vjeç, me përjashtime me lejen e prindërve deri në 13 vjeç. Franca ka miratuar një projektlish për ndalimin për të mitur nën 15 vjeç, ndërsa Spanja do të ndaloj aksesin për cilin do nën moshën 16 vjeçare dhe do të kërkoj verifikim moshe nga platformat. BE-ja po shqyrton metoda për verifikimin e moshës, por përvojat nga Australia konsiderohen thelbësore për të vlerësuar ndikimin afatgjatë të këtyre ndalimeve.